Nga nesër duhet të keni kujdes të shtuar kur kaloni Vizbardhat, posaçërisht për ata të varur nga celularet të cilët do të gjobiten me 40 euro, nëse gjatë kalimit të rrugës përdorin celularet në dorë apo kufjet në vesh. Sipas ndryshimeve të reja në ligjin për sigurinë rrugore, të cilat hyn në fuqi me 26 shtator, zbatohen rregullat e reja për përdorimin e telefonave celular dhe kufjeve nga këmbësorët, ciklistët dhe trotinetët. Pa, mislim da ga treba se počitava pravi to što mnogo bilji sa pravi. Neka se spori na telefonu, neka se gleda, neka se premora. Аз съм съгласна, да се добавя да трябва да има рестрикции, да има казани, трябва да има и пешеходците и cykličarët do zbrakia. Dali nëse nisën dhe ka ndaj kolegите sovraqajnë si shkuqmat sporojnë na telefon jo shërbimi pa veçantë. Jedno i drugo. Kada pogledam da ovo čeperi. Хорат на телефон и бацилото не се устројува добро, не се паркира пред да поминат преку улица од шоферите. А тоа ќе треба да се проба во пракса да се види. Од аспект на пешак, кога тие што возат, значи возачите гледаат по телефон, пушат цигара или некоја слична дејство брачно, не треба да го прават дека возат. Од аспект на велосипедист ми пречи што нема баш велосипедска патека, односно тамо каде што има мотори, има други превозни средства што не треба да ги. Nga Ministria e Brendshme bëjnë thirrje që të respektohen rregullat në trafik sepse do të ketë aksione të shtuara me zero tolerancë për kundërvajtjet të cilat edhe mund të shkaktojnë aksidente me fatalitet. Ligji për ndryshimet në ligjin për sigurinë në trafikun rrugor që u botua në gazetën zyrtare një javë më parë, nesër do të hyjë në fuqi, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Goce Andreev. Одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои се однесуваат на глобите за возачи на велосипеди, мопеди, мотоцикли и електрични тротинети, за користење на електронски уреди, слушалки на двете уши, телефони, таблети и слично, како и глобите за пешаци кои користат такви електронски уреди, при преминување преку коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента, стапуваат во сила 8-миот ден од денот на објавување во службен весник. Sipas këtyre ndryshimeve ligjore nga viti i ri, dënimet për shoferët që kalojnë semaforin e kuq ose parakalojnë në mënyrë të paligjshme do të jenë të rrepta dhe të cilët do të kapen nga kamerat e Safe City-t. Edhe sistemi blic radareve do të dërgojë gjobën e shpejtësisë në adresë të shtëpisë që nga 1 janari 2026.